Sa herë të falesh, ban lutje për të vdekurin tanë. Sepse lutjet është ma shpresë që të pranohen mas çdo vepre të mirë. Thot burri ka vdek, po mërzitemi shumë bashkë me fëmijët, ndërkohë e këndoj një elham për të dhe lutem vazhdimisht për të. Lutem Allahun që ta mëshiroj të vdekurin e tyre dhe të gjithë të vdekurit tanë. Mërzia është diçka normale. Unë e them kështu, mërzia dhe duhet tjetë. Sepse njëri mërzitet për të afërmën e vetë. Nuk mërzitet për ata që si njeh, ose që i ka të lartë. Pra, mërzia është normale, sepse familjari lën boshllok të madh në familje, e sidomos kur nuk krye familjari. Pra atë fetarisht, ata fëmija që ju vdekus baba, quhen jetim në shariat, në rregullat e fesë islame. Kurse nëse ju vdes nana, nuk quhen jetim sipas shariatit, sepse baba është kujdestari, ai që kujdeset për familjen. Në këtë rast, këta kanë të drejtë më mërzit, por mërzia duhet të menaxhohet. Ne duhet të pajtohemi me atë që ka caktuar Allahu. Vdekja dhe lindja dhe çdo gjë që ndodh në botë, ndodh me caktimin e Allahut xhalla shanuhu. Ju duhet pajtoheni me caktimin e Allahut, edhe ta lutni Allahun shumë për të vdekurin tuaj, edhe të merrni mësim se vdekja vjen. Vdekja vjen se ka caktuar Allahu. Nuk vjen për pleqërisë ose për smundjes. So njëri, so hena e na konë smund, të i tash kishme dek 100 herë. Edhe so njerëz që kanë arrit mosh, kishin vdek mëti. Pra vdekja vjen se ka ardhe gjeli. Ka ardhe caktimi i Allahut dhe lëshon. Më nësi, këta edhe të gjithë ne, duhet të bëjmë sabër, të bëjmë durim për vdekjet e antarëve të familjeve tanë, edhe të shpresojmë shumë të Allah që na shpërblen për sabër. Andaj, ne duhet të bëjmë sabër dhe të konsiderojmë se Allah na shpërblen shumë për këtë sabër. Edhe të bëjmë dua, edhe në qoftë se, edhe kjo metoda që kjo motra falet, sa herë të falesh, ban lutje për të vdekurin tanë. Sepse lutjet është ma shpresë që të pranohen mas çdo vepre të mirë. Pra të Ibrahimi a.s. e ka ndërtu qabën, s'ka punë më të madhe në këtë dynjë, pastaj ka bërë lutje. Allahu ala. Faleminderit shumë hoxh. Ndjera qoftë dhe për ju, faleminderit.